أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Allahun xhela xhelalu falenderojmë, ndihmë dhe falje për ti kërkojmë, salat dhe selam e përshëndetje me të ngrohta më të përzemërta. I çoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush përpos Allahut xhela xhelalu dhe se Muhamedi është rob dhe dërguari i tij. Fillimisht e falenderojmë Zotin xhela xhelalu që na mundsoi që na të rikthehemi përsëri në ligjëratat tona e që jem duke e spjegu historinë e Muhammedit alayhi salatu wasalam, po jo vetëm si histori, po jashtë kontekstit historik, pra jemi të mundu me i marrë mësimet që neve na hynë punë dhe përfitojmë prej aty në ngjarjeve në jetën tonë të përditshme. Për këtë arsye kemi bërë shkputje, jo do të thotë në mënyrë të lidhun ajo ashtu siç ka ndodhur historia, mirë po ngjarje për me përfitu prej tyne. E kemi kry një periudhë që ka qenë periudha para pejgamberike. Pra kemi folë për Muhammedin alayhis salam prej paralindjes deri sa kanë fillu shenjat e para të përgatitjes për ardhin e shpalljes. Dhe nëse ju kujtohet, ligjëratën e fundit kemi thonë se kanë qenë disa shenja që kanë fillu me i ndodh Muhammedit alayhi salatu wasalam e që kanë aludu në ardhjen apo në kohën shumë të afërt të fillimit të shpalljes, të cilat kanë qenë e para, do të kanë qenë ëndrat e qarta dhe të vërteta të çka ka pa në mbrëmje në ëndër, të nesërmen ka ndodh ashtu siç e ka pa në ëndër. Gjithashtu ka qenë edhe përshëndetja me selam e një gurit atje në Mekë, guri para mendoni, i ngurt, i ka dhënë selam Muhammed alayhi salatu wasalam sa herë që ka përcjell ka ai. Dhe këta ka thonë mbasi ka shkuar në Medinë, thotë unë e di një guri në Mekë që sa herë që më ka përcjell ka ai, më ka përshëndet. Dhe kjo ka qenë shenjë se diçka e jashtëzakonshme do të ndodh, diçka e jashtëzakonshme, jo e zakonshme. Dhe gjithashtu edhe shenjë tjetër ka qenë se Muhammed alayhi salatu wasalam ju ka bë e dashur vetmia. Pra çashtu do të ju ka pas qef me nejt vet, mu vetmu dhe është vetmu në shpellën Hira. Që kjo vetmi, që kjo meditim që Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka pas dhe ju ka bë e dashur, ka zgjat dikon 6 muaj. 6 muaj. E tash sonte inshallah do të flasmi për se më thonë një ngjarje shumë të shkurt, nuk do ta zgjasim shumë, mirë po vetëm ajo që ka ndodhur në fillimin e shpalljes. Pra në këtë periudhën 6 muajore, Muhamedi alayhi salatu wasalam tregojnë sahabët se i është bërë dashur vetmia, ka marrë ushqim në shtëpi, edhe ka shkuar në shpellën Hira dhe ka meditu. Mirë po nuk ka ditë me adhuru Zotin xhela xhelalu. Po prej pakënaqësisë për gjendjen që u kon në Mekë, gjendje të mërshme në çdo aspekt, pra si në aspektin e drejtësisë, si në aspektin e moralit e kështu me radhë, dhe nuk ka qenë i kënaqur me atë gjendje, është vetëm në shpellën Hira dhe ka medituar dhe sikur do të e ka adhuruar Zotin xhela xhelalu me një formë, po jo që me ditë se kush është Zoti, çka është namazi kështu me radhë, pra nuk ka ditë. Dhe kështu pra sa ju ka harxhu ushqimi, është kthy në shtëpi, ka marr prap ushqim dhe prap është kthy. Do thotë kështu ka vazhduar dikun afër 6 muaj. Dhe me një herë prej herave kur u kon në shpellën Hira, aty ndodh e papritëra. Ndodh befasia që Muhamedi alayhis salam nuk e ka prit. As nuk e ka ditë. Ndodh që Zoti xhela xhelalu e dërgon Gjibrilin alayhis salam me laçën Gjibrilin, edhe kjo normal ka ndodhur në Ramazan, në ditën e 24 të Ramazanit, natën 25. Pra në Ramazan, ndërsa me kalendarin gregorian, me kalendarin ton diellor, ka ndodhur prafërsisht me 10 gusht të vitit 610 pas erës sonë. Vitin 610, sepse Muhamedi alayhis salam ka lind vitin 570, që i bjen 610, 40 vjet, por gjitha transmetimet thonë se
Muhamedi a.s. i ka zbrit Gjibrili në moshën 40 vjeçare. Dhe Muhamedi a.s. befasohet me një krijesë të jashtëzakonshme. Unë me marrë me mend tash se cili po kam qef për juve me përjetu do të se çish mundet me reagu. Krijesë e jashtëzakonshme, Gjibrili, nuk pe një kush është. Zbret Gjibrili në shpellën Hira, krijesë gjigante e madhe, dhe i thot Muhammed a.s. Iqra, lexo. Muhammed a.s. thot nuk di me lexu, nuk jam unë lexues, nuk di me lexu. Me laqa Gjibril e merr, e shtrengon për trupi, e shtrengon aq fort sa që e dërmon, e lodh, e raskapit. Shumë e ka do të shtrengim i madh deris në lodhje, para më do me një shtrengim është lodh. Masane e kalshu. Për zdytja përsërit. Iqra, lexo. Muhamedi sallallahu njëjtën fjalë thot, nuk di me lexu. Prapë e shtrengon. Apo thot Muhamedi sallallahu më ka shtrengu atë shumë sa që më ka raskapit. Herën e tretë, Iqra, lexo. Dhe thot nuk di me lexu, e shtrengon prapë 3 herë dhe kur e lëshon, atëherë ja thot ajetet e para që i kanë zbrit Muhamedi alayhis salam, thot Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. E krijoi njeriu nga një pikë gjaku e ngjizur. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo, Zoti yt është më bujari. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lexo në emër të atij i cili e mëson njeriu të shkruaj, 'allama al-insana ma lam ya'lam, ja mëson njeriu ato që nuk e diti. Këto kanë qenë 5 ajetet e para që i kanë zbrit Muhamedi alayhis salam dhe Gjibrili është tërhek, është largu e Muhamedi alayhis salam prej frikës të madhe, frikë e madhe, është kthy më një herë dhe ka ndërprej atë vetmi, është kthy te Hatixha, te gruaja vet, edhe i ka thonë mbulom do të kanë kap dridhjet, prej frikës madhe. Dhe mundi me marrë me mend kur njëri do të friksohet aq shumë, saqë edhe dridhjet e kanë kap trupit, frika ka qenë shumë e madhe. Tregimi vazhdon, po na do ndalemi këtu. Na do ndalemi këtu për me i marr mësimet që mundemi me nxjerr prej dy sendeve. E para prej formës dhe mënyrës së zbritjes, së ardhes Gjibrilit, komunikimit, edhe gjithashtu edhe prej mësimet që i marrmi prej ajeteve të para që kanë zbrit. Fillimisht një pyetje që lind vetvetiu. Çka mërmenja burra? Shpallja prej Zotit tek pejgambert. A është nderim apo është, si më thon, ngarkim, është nderim pi Zotit. Shpallja është nderim. Me një fjalë, ata pejgamber që janë përzgjedh, ata kanë qenë të nderuar. Gjithashtu shpallja është përzgjedhje prej Zotit. E tash, me logjikën tonë, me kalkulimet e tona, kur dikush dikonin e nderon në formë të mirë. Për shembull, neve me na pyet, çish kishim me nderu Muhamedit alayhis salam, më ia dhon na shpallje, me pas na përgjegjësi, më ia dhon shpalljen. Çish e kishim i bë? E kishim i bë në formën më të mirë, duke e paralajmëru, do të kemi marrë filan ditën, edhe me bëni një lloj protokolli, do të kishim pas një lloj manifestimi, ku ta diu me një fjalë, mazë që është nderim edhe respekt edhe përzgjedhje, logjika e jon e thotë që duhet mos me trishtu njerin, mos me tut, ajo e friksu shumë, e ka shtrengu, kjo formë e zbritjes, e tash a thu ku qëndron urtësia, pse çështu me ardh shpallja, pse me ardh bashkë në çet formë, pse mos me ardh në formë tjetër, pse Allahu xhelalu ka përzgjedh për njërin më të dashur, për krijesën më të dashur ti, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me përzgjedh bashkë çet formë që do të më konën e trishtueshme, më konë shumë e rëndë, do të e ka përjetuar shumë rënd Muhamedi alaihi salatu wasalam. Padyshim që në çto ka mësim. Mësimi i parë që e marrmi na është se kjo formë e zbritjes, kjo formë e ardhjes Gjibrilit, shtrëngimi dhe serioziteti i madh që është treguar në atë komunikim mes Gjibrilit dhe Muhamedit alayhi salatu wasalam,
tregon për seriozitetin e madh të shpalljes, për seriozitetin e madh të misionit që do ta ketë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Me një fjalë, sikur Zoti xhelal xhelalu don me mësu Muhamedit alayhi salam prej momentit të parë. O Muhammed, çështja është shumë e madhe. Madje nuk ka diçka më të madhe. Nuk ka diçka më të madhe, më të rëndësishme për historinë e njerëzimit në përgjithësi se sa çështja e shpalljes. Është çështje shumë serioze. Bile thuhet me një hadith, është kthy Muhamedi alayhis salam te Hatixha, kur është kthy i ka thonë: "O Hatixhe, mor fund periudha e dëfrimit edhe lojës edhe hajgarës. Mor fund, tash puna është serioze, diçka është e rëndësishme, diçka e jashtëzakonshme." Normal që nuk do të thonë që Islami nuk e lejon dëfrimin edhe të shakan edhe jetën relaksuese tamam puna. Vetë Muhamedi alayhis salam ka qenë njëri që ka buzëqesh dhe u kon shumë i çelur, mirë po ana tjetër tregon seriozitetin e madh që e ka kjo punë, kjo shpallje. Dhe normal mësimi për neve është, kjo ka qenë për Muhamedit alayhis salam, ndërsa për neve është gjithashtu me na tregu se Islami, misioni i shpalljes së Zotit është shumë i rëndësishëm, është tepër serioz puna. Amanetin që Zoti xhelal xhelalu ka përzgjedhur për njerëzit është amanet i madh. Andaj, duhet më bëu gati, duhet më kon tepër serioz që me pranu kët amanet. Gjithashtu, kjo forme e ardhjes së Xhibrilit alayhis salam te Muhamedi alayhis salatu wasalam tregon edhe një mësim tjetër. Cili është ai? Na e dim gjithë që Muhamedi alayhis salatu wasalam është i përzgjedhur i Zotit, është i dashur i Zotit, krijesa më e dashur. Do thotë nuk ka krijesë, as arshi, as kursia, as qiejt, as toka, as një melaçe, as një pejgamber, as një njeri, as gjë nuk është më e dashur te Zoti se sa Muhamedi alayhi salatu wasalam. E para mendoni tash e ka përzgjedh dashnin e vet për me çu mesazhin te njerëzimi në këtë formë, pra me tregu përveç seriozitetit, me tregu do të thotë edhe atë sakrificën, edhe e ka përzgjedh që ai mu sakrifiku për njerëzimin. A thu pse? Kjo tregon kujdesin e madh nga ana e Zotit xhelal xhelalu për neve. Qysh? Po e marrim një shembull të thjesht në jetën e përditshme. Nëse na dojmë dikujt me ndihmu. Për shembull, nëse dikush ka filluar me marrë një shtëpi. Në rregull, edhe na dojmë me ndihmu atij. Nëse ndihmojmë me të holla, është një tregim, një tregues që na do të jemi të interesuar atij me ndihmu. Me ndihmu edhe me logjistik të zonë, për shembull, jo një arkitekt, jo një inxhinier, jo një kështu më dërguë, jo diçka një mall më të mirë, diçka për shtëpinë e tij. Kjo tregon një seriozitet, shtesë, një kujdes, dashni, shtesë ndaj atij që na për më po dojmë me të ndihmu. Me bëu ja dërgu punëtor, për shembull nëse kemi punëtor na, edhe i çojmë punëtorët e tonë, ata me punu në shtëpinë e tij. Kjo tregon shtesë, një kujdes, e me bëu ja dërgu, për shembull nëse kemi evlad, kemi fëmijë, kemi që janë të punës, edhe pse na dhimbën shumë, edhe pse i dojmë shumë, evladi që është duhet, po ja dërgojmë atij me ndihmu me ndërtu shtëpinë, me marrë shtëpinë, atëherë kjo tregon se për ta do të kemi dashni shumë të madhe dhe kujdesemi shumë për ta, saqë edhe dashnit ton ja kemi dërgu edhe i kemi çu për me ndihmu atij. Normal, Zoti xhelal xhelalu hasha lillah me pas evlad, me pas fëmijë, po shembulli si shembull ku do thot Allahu azza wa jall e ka përzgjedh të dashurin e tij. Allahu ka të dashur në tokë, i don robët e tij që janë besimtarë kështu me radhë, mirë po Muhamedi alayhis salam e ka përzgjedh të dashurin e tij, njërin më të dashur pikërisht për me e dërgu misionin, për me përçu misionin tek njerëzimi, e kjo tregon kujdesin e madh dhe dashninë e madhe që Zoti xhelal xhelalu e ka për njerëzimin. Mësimi i tretë, e që është shumë i rëndësishëm. Mësimi i tretë, që është shumë i rëndësishëm, pikërisht në këtë formë, pse ka ardhur kjo formë e shpalljes, fillimi i shpalljes në këtë formë, është një diçka shumë interesante, që ndoshta nuk na shkon neve në mendje kur e lexojmë historinë ashtu do thotë sipërfaqësisht. Cili është ai mësim? E keni parasysh nderuam që një prej akuzave që i bëhet Muhamedit alayhis salam dhe Islamin përgjithësi është se
orientalistët, ata që janë marrë me fenë islamet, perëndimorët, armisht e islamit, kundërshtarët e islamit, një prej akuzave që ja bojnë Muhamedi alayhis salam thonë se Muhamedi alayhis salam thonë e ka shkruar vetë këtë Kur'an me dorën e tij. Ai është që e ka shkruar, ka marrë Tevratin, e ka marrë Injilin, edhe e ka bënë përmbledhje, edhe e ka shkruar vetë. Edhe sikur nuk ka pyetje këtu për zgjedhje, nuk ka pyetje këtu që Allahu e ka përzgjedhur ato si pejgamber, po është rezultat i meditimit të gjatë edhe i si më thonë, formimi i tij intelektual, do të ka qenë njeri shumë i jashtëzakonshëm, shumë i mrrim, mendimtar kështu me radhë, dhe në fund e ka përzgjedh çështo, domethënë me çu mesazhin, me pru mesazhin te njerëzit. Çfarë më mendja? Këta njerëz që kanë thonë këto, këta e pranojnë se fillimi i shpalljes ka qenë në këtë formë. E pranojnë historikisht, është e vërtetuar pa asnjë dyshim. Edhe armisht e islamit që i numëron me historinë islame, e pranojnë se fillimi ka qenë kështu. Do thotë është trëngu Muhamedi alayhis salam me këtë diun, e ka përjetuar rënd. Çfarë më mendja? Kjo pikërisht bjen ndesh me çto shka e kanë thonë. Pse Muhamedi alayhis salam po ta dinte që kam marrë shpallja. Po ta dinte, po të ishte i përgatitur psikikisht që do të fillon e periudha dhe epoka e shpalljes edhe islamit e kështu me radhë, sigurisht që nuk kish me përjetu këtë përjetim. Nuk kish me përjetu. Spaku s'kish me kallëzu hiç. Logjika e thotë, nëse unë do thot nesër e kam me paramendim që ku më shpall para njerëzve si pejgamber, unë s'u kallëzoj hiç njerëz do nëse ndodhi diçka, e mshefi. Po këtu shfaqet qiltërsia, pastërtia, sinqeriteti Muhamedi alayhis salam që e ka treguar ashtu që ka ndodhur. Do të pa naj manipulim, pa naj do të me komplikim, pa e bëu diçka do të më ngjit diçka që s'ukon ose me hek diçka që ukon. Jo. Ka treguar ç'ish ka ndodhur. Ka ardhur te gryja e vet, ka thonë kështu më ka ndodhur. Dhe pikërisht që kjo formë e shpalljes është argumenti më i madh, një prej argumenteve më të mëdha që Muhamedi sa më është i dërguar i Zotit. Është i dërguar i Zotit se do thotë ka ndodhur ngjarja, ka ndodhur pa pritmas. Në befasi, nuk e ka prit Muhamedi alayhis salam. Vet Allahu azza wa jall në disa ajete kuranore, Allahu i thot Muhamedi sa që ti nuk e ke ditë ma kunte tadri mal kitabu wal iman. O Muhammed, ti nuk e ke ditë më herët çka është kitabi, çka është libri, e as çka është imani, nuk e ke ditë. Gjithashtu me një ajet kuranor tjetër Allah i thot, o Muhammed, ti nuk e prit na me ta dërgu ty librin. Nuk e prit. Do thotë kjo ka ardhur në befasi. Dhe kjo është argument i qartë i vërtetësisë së shpalljes që Muhamedi alayhis salam ka ardhur me ta. Ndërum, është mirë me e thonë edhe në diçka që mendoj se është e rëndësishme. Krejt që to 3 pika që i përmendëm, pra serioziteti i shpalljes, kujdesi i madh që Zoti xhel xhelalu ka treguar përmes formës, mënyrës që ka dërguar dashurin e tij, mu sakrifiku për neve, tregojnë ose duhet neve me na ngjall atë madhështinë dhe si më madhrimin për misionin për shpalljen për islamin, gjithashtu dashnin për këtë fe dhe për Zotin xhel xhelalu, po njëkohësisht edhe përgjegjësinë. Edhe përgjegjësinë që e kemi para shpalljes, para misionit Zotit xhel xhelalu. Këtë këto aludojnë në, si më thonë, në rëndësinë e madhe që e ka shpallja. Për atë arsye unë mendoj dhe kam frikë se njerëzit në përgjithësi, njerëzit në tokë që janë, përgjithësi nuk ja dinë rëndësinë shpalljes. Shpallja është begatia më e madhe që ka ardhur prej anës të Zotit xhel xhelalu tek njerëzit. Nuk ka begati më të madhe. Nuk ja afrohet asnjë begati, asnjë mirë nuk ja afrohet mirësisë së shpalljes. As uji, as buka, as shëndeti, as kurgjohiqi nuk ja afrohet mirësisë së shpalljes. Sepse shpallja është dritë, është nur, Allah e ka emërtuar nur, dritë. Përmes shpalljes na e dim realitetin tonë, e dim kush jemi. Përmes shpalljes e adhurojmë Zotin, e dim kush është Zoti. Përmes shpalljes dim si musil me zveti, sepse njerëzit pa shpallje, përgjithësi njerëzimi, kur kanë tentu me u shkput prej shpalljes, prej fesë, me u shkput dhe me jetu jetën e tyre pa fe, e kanë pagu shtrejt. Devijimet e tyre kanë qenë të mërshme kanë qenë devijimet e tyre. Për atë arsye, na duhet me ditë që shpallja është
mirësia më e madhe, më e rëndësishme që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë njerëzimit. Ndërsa përmes fjalëve që i kanë ardhur, fjalëve të para që i kanë ardhur Muhamedit alayhi salatu wassalam, që i përsëritëm më herët i tham, fjala Iqra, lexo me emrin e Zotit tënd, padyshim që ka mësime shumë të mëdha rreth kësaj. Mësimi i parë është çaja mërmenja burra, është interesante me analizu edhe këta. Zoti xhelel xhelalu e dërgon Xhibrilin me laçën e tij më të madhe te Muhamedi alayhis salam dhe i thot zbritja fjalën e parë lexo. Me çfarë do fjalë tjetër ty kish drejtu Xhibrili, Muhamedi alayhis salam kish pas kuptim. Për shembull i pason puno. Pse u kon punëtor? Bën tregti, u kon tregtar, bën e kështu. Mirë po lexo, me i thoni njerit lexo që nuk di me lexu. Allah Azza wa Jalla ka ditë që Muhamedi sa nuk di me lexu. E pse më thon lexo? Pse më thon lexo? Pikrisht për me tregu se kjo fe, ky Islam është fe e argumentit. Fe e leximit, fe e shkencës, fe e përparimit. Nuk është fe e dyshimeve, nuk është fe e bestytnive, nuk është fe e hamendjeve, Allah ma merr menja mu qështu. Jo. Këtu ka do të logjik, ka arsye. Arsye do të çdo sen është e arsyeshme, çdo sen është e arsyetueshme. Nuk ka në Islam diçka do të që nuk e ka mendja e insonit. Çdo sen është e logjikshme. Dhe pikërisht këtu edhe shfaqet, si më thon, edhe rëndësia e madhe që ja jep Islami leximit. Pra sikur Zoti xhelel xhelalu do të na thonë neve muslimanëve, o musliman, lexoni për me kuptu rëndësinë e juve si njeri, kush je ti, me kuptu vetveten tënde, pozicionin tënd këtë dynja. Lexo nëse do me ditë rëndësinë e Zotit xhelel xhelalu i cili të krijoi ty. Lexo për me kuptu rëndësinë e marrëdhënieve me njerëz tjerë, me krijesa tjera në tokë kështu me radhë. Pra lexo. Fe e leximit, fjala e parë. Dhe këtu është ai mësimi i parë që e marrmi. Gjithashtu vazhdimi i ajetit, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Çfarë më meja që kjo fjala krijoi? Çfarë mësimi ka këtu? Sikur Zoti xhelel xhelalu don me na dhon siguri. Po na siguron që këtë mesazh do të vjen pas. Lexoni sepse është prej kujt, prej Zotit i cili krijoi. E ai që ju ka kriju, ai e din mas miri dhe sigurisht që çdo sen që ka me sjell pas do të jetë në të mirën e juve. Allah thonë në Kur'an, ela ya'lamu man khalaqa. A nuk e din ai që i cili ka kriju? Pra Allah Azza wa Jalla është ai krijuesi jon, që na ka kriju neve dhe e din natyrën tonë dhe e din çdo sen që ka na bën dobi dhe që ka na bën dëm. Për atë arsye, sikur kjo fjalë ka ardhur lloj rahatie dhe komoditeti për neve që nëse e lexojmë ç't shpallje, nëse e lexojmë çfarë ka po vjen Muhamedi sa me to, kemi me pas rahati, ndihuni të sigurt se do të jetë e dobishme. Do të jetë dobishme për juve në këtë sferë, do të jeni të shpëtuar përmes kësaj shpallje në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Gjithashtu vazhdimi i ajeteve, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Lexo me emrin e Zotit tënd i cili është më bujari. Pra Allah Azza wa Jalla do me tregu se krejt kjo shpallje, krejt ky mision që po fillon tash, është prej bujarisë të Zotit xhelel xhelalu. Nderum, në fillim do të ja vleti me përmend çto tash ka erdhë mu përmend, keni parasysh se fillimi i shpalljes, lidhja e qiellit me tokën është si më thon ndodhia, ngjarja më e madhe që dietarët kanë thonë e njerëzimit. Do të lidhja e qiellit me tokën, prej Isaut alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salatu wasalam, u kon një shkputje e madhe, shkputja më e madhe mes pejgamberëve. Nuk ka pas periudhë kohore prej Ademit alayhis salam deri te Isa alayhis salam që ka pas shkputje e njerëzimit, s'ka pas pejgamber. Çdo herë ka dërguar Zoti pejgamber. Ka vdek një, ka dërguar një tjetër. Do disa pejgamber për një periudhë, ndërsa prej Isaut alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salatu wasalam ka qenë shkputja më e madhe, po jo vetëm shkputja më e madhe, ka qenë edhe devijimi më i madh i njerëzimit. Njerëzimi nuk njeh devijim më të madh se sa në çët periudhë. Sa që Muhamedi alayhis salatu wasalam ka thonë me një hadith, hadithi është i saktë, Allahu i ka shiku banorët e tokës para se me ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
I ka shiku banorët e tokës, të gjithë i ka urry. I ka urry. Subhanallah. E bghadahum, maqatahum. I ka urry se s'ka pas asnjë njeri në tokë që e meriton me pas dashninë e Zotit. Që ka qenë devijum. Përveç illa baqaya min ehli kitab, përveç disa mbetje individ prej ehlu kitabit, prej të krishterëve, të cilët nuk e kanë ndryshuar fenë e krishterëve që e kanë ndryshuar shumica. Kanë ikë në për qoshë dikon për me rujt fenë e tyne të pandryshueshme, edhe kanë një veçu dikon vetmi, e kanë adhuru Zotin Xhela Xhelalu, ashtu që ka mësu Isa a.s. Përveç disa njerëz individ, gjithë banorët e tokës kanë qenë në një devijim të hatashëm, të madh, saqë e kanë merituar dënimin e Zotit. Mirë po Allahu azza wa bujari. Allahu është bujar dhe prap njerëzimit ja ka dhënë mundësinë, sepse ka qenë para një kataklizme, ja ka dhënë edhe një mundësi përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ata më u kthy dhe me kuptue fenë e Zotit, me kuptu mesazhin e Zotit. Për të arsye Allahu po thotë: "Iqra wa rabbuka al-akram", lexo, e Zoti është më bujari. Alladhi 'allama bil qalam, i cili mësoi njeriu me shkru. Që një burra sa interesant. Ç'kjo ajet, ç'kjo fjalë e Zotit. Allah i cili e mësoi njeriu të shkruaj, ka bo që me fillu një epokë e re e hatashme e shkrimit. A e dini sa libra është shkru prej pas ardhjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditët e sotme të muslimanët. Do të sa me mija, me qindra mira libra janë trashëguar prej muslimanëve. Është një fakt interesant, tatarët kur kanë sulmu Bagdadin, tatarët kanë qenë perandoria ma e ashpër, ma e egër, ma arrogante ndaj njerëzimit. Ka bo shkatrime të mëdha në tokë. Kur kanë ardhur në Bagdad, përveç vrasjeve, mbytjeve, mbi 1 milion musliman i kanë mbytur vetëm në Bagdad, përveç kësaj kanë shkatruar edhe bibliotekat që i kanë pas musliman. Para mendoni tash në dikun 500 vjet, prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri te shkatrimi i tatarëve dikun 500 vjet. Për 500 vjet kanë arrit muslimanët me i mbush bibliotekat e tyne me libra, saqë i kanë marrë tatarët këto libra edhe i kanë ngjujt në lumin Eufrat edhe në lumin Tigër, dy lume aty afër. I kanë ngjujt, thojnë dietarët, thojnë historiantë, disa ditë ngjyra e lumit Eufrat ka qenë e zezë prej ngjyrës së librave që ju ngjujt ta. Çash libra shumë që ka pas musliman që i kanë shkruar, pikërisht për kësaj fjale. Allah është ai i cili mësoi njeriu të shkruaj. Por dietarët e kanë kuptuar mirë se do të ky islam, kjo fe është fe e leximit dhe fe e shkrimit. E para mendoni tash çash libra janë trashëguar deri në ditët e sotme të na, saqë sikur mos të kish ndodh hiç kjo ngjarja e djegjes librave apo të gjujtjes në ujë. Hiç do të se kalon shej muslimanëve hiç, pse kanë pas çaq shumë libra, kanë pas dhe çaq shumë kanë prodhu, saqë do të nuk dihet ndonjë që ka më diçka mungo. Për këtë arsye, ky pra ishte edhe një prej mesazheve të kësaj fjale që Allahu do të ka dashur me dërgu mesazhe që kjo fe është fe e leximit, edhe fe e meditimit, e shkrimit, e kështu me radhë. Sigurisht ka edhe mesazhe të tjera të shumta, po besoj që mjaftojmë me këto, me këtë fillim të shpalljes. Inshallah do të në ligjata të ardhshme do të vazhdojmë me fjalët e Hatidhës që e ka prit Muhamedi alayhis salam me fjalë të mira, me fjalë ngrohëse e kështu me radhë, dhe ngjarjen që ka ndodhur masanej, sigurisht që kanë mësime të tjera. Zoti ju shpërbleft.